Shpesh herë më ka gjetur një shoq në banjë pa ndjenja. Kapesha të këmbët e krevatit nga dhimbje dhe bëhesha tamam si një bebe vogël. Ishte më e fortë dëshira për fëmijë. Por në fakt dhimbja është dhe duhet të kuptohemi shumë. Le të jetojmë pa fëmijë, nuk ka problem. Sa budallaqe pas ke qenë Anis. Përshëndetje miq dhe mirë se erdhët në këtë video. Keni hyrë në kanalin tim zyrtar në YouTube, ODM Studio. Për të qenë pjesë e live-eve të mia, mund të abonoheni duke klikuar poshtë tek fotoja ime. Ditën e sotme me live-in tim ne do shkojmë në Itali, do të ha dritaren për një emigrante shqiptare, është e re në moshë, është nëna e një djali, quhet Anisa, e cila do na tregojë ditën e sotme sigurisht për jetën e saj prej 12 vitesh në Itali, por do na flasi për një sëmundje shumë të rrallë që nuk është dëgjuar, unë të paktën nuk isha dëgjuar asnjëherë emrin e asaj sëmundje, ku fatkeqësisht Anisa u diagnostikua dhe ditën e sotme do na tregoj me detaje për këtë sëmundje, për dhimbjet që përjeton çdo grua përpara ciklit. Ato dhimbje nuk janë kot. Ndoshta çdo kush që i përjeton këto dhimbje të forta përpara se të vijë cikli, mund të ketë të njëjtën sëmundje si Anisa. Por çfarë janë këto qeliza që nuk janë qeliza kancerogjene, por imitojnë qelizat kancerogjene, do të jetë pikërisht kjo nënë e re në moshë që do na i rrëfej dhe do na japi ditën e sotme shumë informacione, por do ndaj dhe eksperienca të tjera të jetës së saj këtu në live me Odetën, kështu që hap dritaren dhe e përshëndes. E dashur Anisa, përshëndetje nga Tirana. Përshëndetje Odeta, përshëndetje nga Italia. Çfarë vendi të Italisë jeton? Në Trento. Sa vite ke që jeton? Në 12 vite këtë vit. 12 vite që je larguar nga Shqipëria. 12 vite. E dashur Anisa, dua të flas edhe për audiencën time. Jemi njohur bashkë në rrjetet sociale, në Instagram. Dhe realisht teksa po dëgjoja një video tënde, flisje për një lloj sëmundje që unë se kisha dëgjuar asnjëherë, endometrioza. Një sëmundje që nuk e kisha dëgjuar dhe më duk shumë interesante që të flisja me një vajzë që e kishte këtë sëmundje, të na i shpjegonte çfarë është, se ndoshta shumë gra, shumë nëna mund ta kenë dhe nuk e dinë që janë me këtë lloj sëmundje. Në fakt është një sëmundje që akoma nuk njihet, do të thënë njihet si sëmundje, po akoma nuk kuptohet shkaku se nga vjen. Ndryshe është e quajtur si një sëmundje inflamatore kronike. Po. Dhe në fakt vuajnë shumë gra, sepse për ta zbuluar këtë sëmundje duhen minimumi nga 5 deri në 10 vite. Por që ndërkohë ne jetojmë me dhimbje dhe me të gjitha problematikat që kjo sëmundje na jep. Dhe konkretisht kjo sëmundje e cilin organ prej këtë trupi që ta kuptojmë më qartë? Organi i parë është organi mitra. Siç kuptohet edhe nga endometrioza, pra janë qeliza anomale si të endometriumit, pra të mitrës, që rriten jashtë mitrës. Dhe dhimbje bëhet fjalë, besoj që ka të bëjë lidhje me ciklin, me... Atëherë, dhimbjet të shumta janë në fazën e ciklit, por jo vetëm, edhe pas ciklit. Unë flas për historinë time normale në bazë të asaj që unë kam kaluar me dhimbjet. Unë, nëse mundem ta tregoj historinë time nga fillimi, mund të bëj një prezantim të vogël. Patjetër. Je i lirë në të dritare të flasësh atë që unë jam Anisa, pra për të gjitha, jam 30 vjeçe, jam mami një djali 5 vjeçë gjysëm. Me jeta kesh. Faleminderit. Kam 12 vite që jetoj në Itali dhe në fakt endometriozën unë si sëmundje kam zbuluar në vitin 2014, 2015, por që në momentin që më ka ardhur cikli, në fakt kisha një cikël shumë të dhimbshëm, një cikël që nuk më lejonte që ditët e para të ciklit të ngrihesha nga krevati, kisha shumë dhimbje, nuk haja dot bukë, por si ne që themi se s'ka problem, është cikli, është normale, janë dhimbje normale, të gjitha i kemi kaluar. Edhe pse bëja vizita, por doktorët prapë thonin që nuk është asgjë, mund të marrësh ilaçe, edhe pse unë ilaçet asaj kohe nuk i doja. Kjo është ajo frika që mund të rrezikosh të ngelesh pa fëmijë në të ardhmen nëse merr kontraceptiv që në moshë të vogël. Por ja që nuk u kuptova. Në momentin që u fejova, u njoha me burrin tim normale, erdha në Itali të bashkëtoja me të. Momenti i parë i marrëdhënieve seksuale të gjitha, pastaj shumë shpejt fillova duke pasur probleme me rënien e të fiktit edhe në vende publike, dhimbje, madje edhe kur shkoja në banjo,
Shkoja në banjo dhe e gjeja vetëm për toke. Shpesh herë më ka gjetur dhe i mësoj që Pra, dhimbjet e kësaj sëmundje janë kaq të forta sa të bie të fikët, humb ndjenjat. Unë i kam pasur në këtë mënyrë. Po, flasim për eksperiencën tënde. Po, humbja ndjenja, pra shpesh herë më ka gjetur i mësoj në banjë pa ndjenja, madje ai sa fillova duke marrë frikë dhe ditët e para të menstruacioneve nuk konsumoja as ushqim dhe as ujë, sepse kisha frikë të shkoja në banjo, kisha shumë dhimbje, bëja vështirësi të dilja në banjo, kisha sensin të shkoja në banjo, por nuk kisha gjë për të nxjerr. Madje edhe jashtë shpesh herë më ka ndodhur që edhe duke ecur rrugës vinin direkt dhimbjet në mënyrë të pashpjegueshme dhe marrje mensh, errësim sysh, direkt pastaj bija për dhe normale ndaloja ritmin e të ecurit, por dhe ulesha për dhe. Është një sëmundje në fakt që në jetën e përditshme na ndikon shumë, sepse përveç se dhimbjeve menstruale, dhimbjeve të forta që kemi edhe dhimbje të tjera, dhimbja e shpinës, kemi probleme që nga njëherë na jep probleme dhe me memorien, fryrje kronike, probleme me kapsëkun ose ndryshe me diaren, varet nga personi në person, dhimbje të ndryshme, sepse endometrioza, si fillim është vetëm pjesa e mitrës, më shumë prek vezoret, aty ku e kam pasur në fillim kanë qenë vetëm vezoret, por ka raste që prek dhe organet e tjera, siç është zorra, siç është veshika, siç është pjesa ka pasur raste që është gjetur edhe në mushkëri endometrioza. Pra është një qelizë që rritet lirshëm kudo në trup, ndryshe është quajtur sëmundja e heshtur për qëllim shumë, sepse unë në momentin që e kam zbuluar këtë sëmundje, gjëja e parë që doja ishte, sepse unë e kisha njërën vezore të plot me qiste endometriotike, quhet ndryshe, pra me endometriozën, vezoren tjetër e kisha vetëm një pjesë të vogël bosh, pra ishte edhe ajo e plot pothuajse dhe ishin për të hequr të dyja vezoret. Por në atë moshë frika ime ishte që do rrija pa një fëmijë në të ardhmen dhe nuk e doja në fakt, ëndra ime kanë qenë gjithmonë fëmijët, kam luftuar shumë për këtë gjë. Kam pasur momente që kam pasur një cikël të çrregut, më vinte cikli një herë në 6 muaj, ai sa bëhesha merak. Pastaj duke kërkuar normale qendra këtu në Itali, kam vajtur në disa spitale, kam ndruar disa doktor të ndryshëm për të gjetur, pra për të pasur mundësinë për të bërë një fëmijë. Më në fund e gjeta mundësinë në një klinikë. Dashur Anisa, le ta themi që endometrioza është një pengesë te femrat edhe për të mbetur shtatzën, për të bërë nëna. Po, është një pengesë edhe i infertilitetit. Jo në të gjitha, ka raste që shumë femra e kanë zbuluar pasi kanë ngelur shtatzën, pra pasi kanë lindur. Por është një pjesë, domethënë që ndikon dhe tek infertiliteti. Në këtë rast unë flas për historinë time. Kam provuar metoda të ndryshme, kam marrë hormone të ndryshme normale për të stimuluar vezoret, për të stimuluar rritjen e vezëve të gjitha. Ngela shtatzën, edhe pse shtatzënin e parë humba, për mua ishte dhimbje normale pas shumë viteve që e kërkoja, por që nuk u dorëzova. Mua shtatzënia e parë më ndikoi pak për mirë, le të themi, edhe tek endometrioza. Pas 9 muajve ngela shtatzën prap. Tani kam djalin 5 vjeç e gjysmë, por pas lindjes kam qëndruar mirë pa dhimbje diku tek 1 vit. Në momentin që më erdhen menstruacionet, më kanë ardhur më keq se sa herët e para, pra më të dhimbshme me më shumë problematika, madje le të themi që në 30 ditë që kam muaj mund të jem mirë, mund të kem shumë energji një javë, pra 7 ditë duke i numëruar me ditë gjatë muajit, pra më jep një lodhje kronike e të gjitha. Tashmë jam dua po kërkoj në fakt këtu një klinikë private për ta studiuar akoma më shumë, sepse tashmë nuk e kam vetëm në vezore, por e kam edhe në pjesën tjetër të mitrës. Është përhapur. Por dua të pyes, si arrite të diagnostikohesh edhe ta mësoje që ishe me endometriozën? Atëherë, pra në vitin 2015, siç thash, ika duke bërë vizitat për arsye që më binte të fikë dhe nuk e dinim arsye. Vajta ishte kjo doktoresha. E kam bërë në një qytet tjetër këtu në Itali në fakt vizitën, sepse këtu ku ishte
nuk ishte një doktor specialiste, dhe ajo nuk ishte specialiste për endometriozën, sepse në fakt janë shumë të pak të doktorët që janë specialist në këtë për endometriozën, sepse ginekologët kanë studiuar, por që të jenë specialist për këtë smundje, jo. Në fillim zbulova që kisha cist në mitër, kisha një cist shumë të madh, por që me ilaçe u shpërthye, duke bërë kontrollet her pas here, sepse mua simptomat më kalonin, kam bërë analiza specifike, kam bërë kontrollet me ekografi nga poshtë, jo nga sipër. Dhe aty u zbulua që kisha endometriozën, në fakt doktoresha që në fillim më këshilloi që të bëhesha operim, siç e përmenda edhe më sipër, pra që t'i hiqja vizoret, që të kisha më pak probleme me dhimbjet e me gjithë shqetësimet që unë kisha, por që e refuzova në fakt për arsye të fëmijës. Pra mjekja të këshilloi që të bëjë një operacion, që ti nuk dëshiroje ta bëje atë operacion. Po, edhe pse isha në listë në fakt për ta bërë operimin, isha në listë, por edhe nuk doja. E ke parasysh që edhe dua nga një anë edhe dua të bëhem mirë, që të mos kem probleme me shëndetin, por edhe nga ana tjetër ishte dëshira për fëmijë. Isha në listë, por ishte më e fortë dëshira për fëmijë. E qartë, dhe falë Zoti sot i e bërë nën, ke një djalë. Është vërtet, dhe në fakt, ajo pse unë e mora për ta folur këtë temë, këtë problem timin në rrjetet sociale, ishte vetëm një. Kam folur edhe para disa kohëve, por një video në disa muaj, për arsye se nuk e ndjeja veten akoma gati. Për mua është një dhimbje, për mua është diçka që jo vetëm për mua, por kushdo që ka një problem shëndetësor duhet ta marrë guximin për ta folur për ta folur në publik. Por ajo që unë dua është që atje jashtë ka shumë gra që e vuajnë këtë problem dhe dua që të ndërgjegjësohemi sa më shumë për këtë sëmundje. Pra të kuptojmë që nuk është thjesht një cikël normal, nuk është se ne thjesht bëjmë edhe që kemi dhimbje, por në fakt dhimbja është dhe duhet të kuptohemi shumë. Dhe nëse ne nuk kuptohemi nga personat e afërt, nga bashkëshorti, nga familjarët, atëherë na dhëm dyfish. Sepse edhe unë kam marrë fjalë si i ke gjithçka në mendje, nuk është asgjë, janë dhimbje normale. Është e kuptueshme, e qartë. Je fiksuar. Kjo ndodh, është e kuptueshme kur një vajzë, një gruaj vjen cikli do të ketë dhimbje, domethënë i quajnë gjëra normale, por ja që nuk janë normale. Kur ka një dhimbje, diçka nuk shkon dhe nuk funksionon në trupin tënd dhe ndoshta mund të kesh endometriozën. E dashur Anisa, në momentin që u diagnostikova aty në Itali dhe mjekët ta thanë këtë gjë, ku më tregove se këto qeliza që imitojnë qelizat kancerogjene kishin prekur një vezore, tjetrën pak më pak, tani ke më të përhapur. Çfarë mjekimi, medikamenti ose çfarë këshillash të dhanë mjekët aty në Itali që ditën e sotme le ti përcjellim dhe te ky live? Atëherë, un kam përdorur pas lindjes, se përpara nuk pranoja ti përdorja pilulat, madje edhe do të bëhesh nën, e qartë. Pas lindjes kam përdorur pilula kontraceptiv, pra që të ndalojnë të mos ngelesh të zan, por që unë kam pasur në momentin që i kam përdorur, kam pasur efekte anësore dhe i kam përdorur vetëm një muaj, pastaj i kam hequr. Kam përdorur edhe një pilulë tjetër që ndihmon me nivelin e estrogenit, quhet endogen, në mos gaboj, që të mos them diçka të gabuar, por edhe aty fillova duke pasur probleme dhe i thash doktorit që nuk e marr, sepse kam shqetësime të tjera dhe nuk dua të përkeqësohem më shumë, sepse mund të ndihmoj nga diçka dhe mund të t'japi ndonjë efekt tjetër. Flas gjithmonë për veten time. Edhe tashmë jemi në kërkim të një kure tjetër. Në fakt, unë jam pro laparoskopis tani, pra për të hequr pjesët që është endometrioza dhe për të ndjerë më mirë, edhe pse nga ajo që kam dëgjuar nga vajzat që ndjek në rrjetet sociale që e kanë kaluar këtë smundje, kanë bërë, dikush e ka bërë kirurgjin, pra e ka bërë operimin dhe është ndjerë mirë, por dikush e ka bërë operimin dhe është rikthyer. Varet gjithmonë se si reagon trupi jon kundrejt kësaj smundje. Pra, me pak fjalë, më korrigjo nëse gaboj, aq sa unë arrit të kuptoj. Ende nuk ka një mjekim specifik, pra shkenca nuk arritur ende të japi një mjekim, le të themi, për endometriozën, e cila e mjekon dhe e shëron trupin e një gruaje, por një rrugëzidje është operacioni i cili mund të hiqet komplet ajo pjesë e infektuar, le ta quajmë nga kjo qelizë, dhe mund të rikthehet dhe prap, ato mund të shumohen prap, është dhe ky rrezik. Është dhe rreziku që mund të rikthehet. Dhe ja, po ta them unë sepse unë pas thonë që nëse bën fëmijë, pra nëse ngel shtatzan, endometrioza të zhduket.
që një ndër shprehje që dëgjohet ti thuash edhe një person, do të thënë sidomos nga ginekologu, bëj një fëmijë sepse do të largohet endometrioza. Ku në fakt ka raste që mund të largohet, ka raste që jo. Për shembull, mua e kisha përpara, pas lindjes u zhduk, isha mirë për një vit, pastaj u krijua prapë. U rikthye. E qartë. Kështu që varet, unë them gjithmonë që varet trupi se si reagon. Organizmi i çdo njeriu nuk është i njëjtë. Organizmi i çdo njeriu, se asnjë organizëm nuk është i njëjtë. Çdo organizëm ka atë të vetën. E dashur Anisa, në momentin që ne flasim, le të themi ti vazhdon të kesh dhimbje sa herë të vjen cikli, i ke ato gjendje që të bie të fikt, pra vazhdon e njëjta situatë siç ka qenë dikur me ju? Pikërisht, pak para se të lidhesha me ty, isha ulur këtu në karrige dhe po mbaja dorën këtu te barku. Zakonisht më kap ana e majt shumë, e vezores, aty ku e kam edhe të plot. Edhe përveç se kësaj nuk lejon të. Unë kam, më thënë, momenti që më kap, nuk rri dot drejt, për shembull në këtë mënyrë që të ecësh drejt. Po të ecësh në këtë mënyrë që të mos e ndjesh shumë peshën tek pjesa e dhimbjes, të mos e tërheqësh shumë. Atëre, unë jam mësuar të bashkëjetoj me këtë dhimbje, pra ormai e kemi, si quhet ajo, si quhet ndryshe që jemi mësuar edhe bashkëjetojmë me këtë gjë. E dim se dhëmb, edhe pse dhimbja mund të vinë nga momenti në moment, mund të jesh duke ecur dhe bum, të kap një dhimbje sikur dikush të pret me thik në mes të barkut, ose dikush të shpon me thik nga kurrizi, nga shpina. Është një dhimbje që ti nuk e pret në atë moment, por është aq e fortë sa nuk ka shpjegim. Pra unë them gjithmonë që këto dhimbje nuk kanë një të shpjeguar, pra nuk kanë një fjalë që i përcakton se sa të forta janë. E qartë, e kuptoj. Kështu që ti ke menduar tashmë që të bësh një ndryrje, një operacion që mund të jetë një rrugëzitje për shëndetin tënd. Për të kërkuar më të mirën. Më the pak më parë që në tilla situata do të jetë familja afër, bashorti të ka mirë kuptuar dhe të ka qëndruar afër me sa kuptoj. Gjithmonë madje, kur më shikonte që më binte të fikët në banjë, që qaja, kapesha të këmbët e krevatit nga dhimbje dhe bëhesha tamam si një bebe e vogël, e mbledhur aty, më thoshte, nuk dua fëmijë. Ike bëhu operim, ishi vezoret sepse unë nuk dua fëmijë, le të jetojmë pa fëmijë, nuk ka problem. Ti mjafton të bëhesh mirë. Vetëm kur e shikoja kështu, që nuk e prisja, me thënë të drejtën, por që ato fjalë atëherë më jepnin akoma më shumë fuqi, më jepnin akoma më shumë guxim për të ecur përpara. E qartë, ti bëre një sakrificë që mos ta krye operacionin atë kohë, por të bëhesh e nën, Zoti të dha një djalë që u both 100 vjeç, me nënë dhe me baba, dhe tashmë je gati, le të themi, ke marrë të vendim për të bërë këtë operacion si një shpëtim, le të themi, për të larguar përfundimisht ato dhimbje në trupin tënd që janë të padurueshme, dhimbjet janë të padurueshme. E dashur Anisa, unë sinqerisht të falenderoj që u bëre pjesë e live-it tim, e kësaj dritares time, na tregove për një sëmundje shumë të rrallë, që këto dhimbje mund t'i kenë shumë gra, shumë vajza, por që asnjëri nuk e dinte se është një sëmundje re që ende shkenca po studion dhe ende tham nuk ka një mjekim. Por dua të pyes pak për jetën tënde aty në Itali, si është një ditë e jotja? Unë kam një ditë të thjeshtë në fakt, sepse përveç tani me djalin normale, unë jam një mami full time, le ta themi, sepse unë punoj nga shtëpia. Po. Unë nga shtëpia, kam një biznes timi nga shtëpia. Edhe është një ditë e thjeshtë, zgjohem mëngjes, çoj djalin në kopësht, pastaj në shtëpi, merrem me punën dhe unë punën që nga shtëpia e trajtoj tamam si një punë fizike normale. Qartë. Nga ora 9 deri në orën 2 të mbasdites unë jam e fokusuar tek puna. Unë e them për herë që situata e Covidit, Covid-19, koha e pandemisë, na dha një edukat të mirë që mund të punojmë dhe nga shtëpia. Dhe ajo periudhë na mësoi shumë gjëra, pandemia na ka mësuar shumë gjëra. Mua më ka mësuar të bëj emision pa të ftuar. Njerëz të tjerë ka bërë të bëjnë emision edhe nga shtëpia, siç e kam bërë dhe unë në kohën kur u infektova me Covid. Por na ka mësuar të punojmë dhe nga shtëpia dhe kjo është një rrugëzitje shumë e mirë. Është e vërtet, për mua pandemia ka qenë edhe e bukur edhe e keqe. E bukur sepse qëndruan bashkë në shtëpi të gjithë. Jo, e bukur sepse ngela shtazan. Po. E kam marrë vesh që isha shtazan 5 ditë para se të më futeshim në karantinë.
Por e keqe sepse në momentin që vajta te lindja, qellova me Covid dhe kam pasur një eksperiencë shumë të keqe. Po nuk ndikoj. Besoj lindja ka qenë jo e vështirë për ty, dhe pse ke qenë infektuar me Covid. Ka qenë e vështirë. Nuk do të futem kësaj teme, në fakt ka qenë një lindje e vështirë. E falë Zoti ka kaluar. Por më shumë frika, sepse nga një herë, kur dëgjojmë shumë informacione që nuk janë të sakta në rrjetet sociale, kisha frikë se do më merrnin djalin edhe do dërgonin në një llong tjetër dhe unë në një llong tjetër, ke parasysh? E qartë, izolimi që bëhesh në ato kohë. Dhe nga ndërlikimet që pata gjatë lindjes, kam bërë lindje natyrale, por pastaj direkt jam futur në sallë të operimit. Më ka ardhur djali të nesërme dhe mezi po prisja, kur jam zgjuar në 2 të natës, i kam thënë infermierës direkt dua djalin. Jo, nuk ta sillin sepse nuk jeni në gjendje për ta mbajtuar djalin, i thoja, sepse mezi kam pritur disa vite për ta mbajtur në krah. Por që më në fund ma sollën. Por pastaj një ditë e thjeshtë, pra punoj nga shtëpia, pastaj me punët e shtëpisë, një shëtitje, gjithmonë djali ka 2 orë mbas dite të vetat. Në park, kudo që të shkoj ai, pastaj pak male me gjuhën, pak lojra në shtëpi. Një ditë e thjeshtë siç bën një mami, me thënë të drejtën, nuk ka sa e bëj ndonjë gjë wow. Të madhe, e qartë. Më the ke 12 vite që jeton në Itali. Po. Që i bie pak a shumë të kesh 12-13 vite e martuar, e fejuar bashkë me bashortin. Po. Por historia jote e dashurisë, jeni njohur bashkë me njëri tjetrin, ka qenë me mbledhsëri. Ai ka qenë emigrant në Itali, ju keni jetuar në Shqipëri. Po, emigrant. Në fakt ne jemi njohur nga rrjetet sociale, por pastaj jemi futur dhe me shkruesi. Jemi njohur pra nëpërmjet Facebook, por pastaj jemi futur dhe me shkruesi, por asaj kohe ai xhaxhaim punonte taksist dhe i njihte duke folur tek shtëpia, thaun po këto janë klientët e mi dhe pastaj normale u fut më shumë ai dhe ja ku jemi sot. Jeni sot bashkë dhe u pleqërofshit bashkë, them unë. Shumë faleminderit. Por fillimi jot në Itali besoj ka qenë i vështirë. Një vajzë e re që vinte nga Shqipëria, direkt në një martesë, përgjithësia e martesës, por edhe në një vend të huaj ku nuk njeh gjuhën, vendin, larg familjes. Ajo, vështirësia nuk është se më bëri ndonjë përshtypje shumë të madhe Italia. Mendoj e prisja, e ke parasysh çfarë presim ne kur ikim për herë të parë jashtë shtetit, diçka me të vërtet. Wow, me të vërtet e thjeshtë. Ajo që më ka bërë shumë përshtypje ishte vetëm, domethënë, malli për familjen, ishte hera e parë që unë largohesha shumë nga familja ime, që largohesha larg, gjithë ai dia që do kthehesha më së normale, do të krijoja një familje këtu. Por pastaj u mësova, me kalimin e kohës u mësova. Ke ndërmend që aty do jetoni, nuk do ktheheni më në Shqipëri. Atëherë, këtu më pëlqen shumë sistemi i shkollës, pra për të rritur fëmijën. Gjë që në Shqipëri mungon, sistemi i shkollës, pra i arsimit e shumë gjëra të tjera. Këtu ka një të ardhme të paktën për fëmijën. Më vjen keq ta them, Shqipëria është vendi im, unë e dua me të vërtetë shumë, madje edhe gjithmonë kur flas edhe me mamin, me babin, i them gjithmonë, madje i mbir tashmë është në Shqipëri në këtë momente. E ke dërguar me pushime këtu. Me pushime në Shqipëri tek gjyshi, sepse ai e do shumë Shqipërinë, ai do shpesh të iki në Shqipëri. Dhe unë ja plotësoj dëshirën. Nuk është se i kam çuar një herë në 6 muaj, normale rri, po këtë herë që po rri më shumë. E flet shqipen, kam mësuar fjalë shqip? Nuk e flet 100%, por e kupton shumë, ka filluar dhe të flasi. Tashmë që po rrin atje, e flet edhe më mirë. Do mësoj më mirë shqipen, tani me gjyshin dhe gjyshen. E di si mësohet gjuha nga një fëmijë i vogël kur jeton me gjyshin dhe gjyshen? E vërtet. Por edhe kështu për shumë, më shumë edhe për gjyshit që ta kenë kalojnë më shumë kohë me ta. E kuptoj që kërkon të ardhmen e djalit tënd, kërkon të jetosh në Itali, unë të uroj shumë fat, uroj që atëherë, të ardhmes nuk i dihet kur se çfarë mund të ndodhi. Madje edhe kur bisedoj shpesh herë me tim shoqë them që kur nuk i dihet nëse do ikim një të ardhmen në Shqipëri, nëse do kthehemi. Unë e di që i mbir nuk do jetoj me mua gjithmonë. Këtë e di, sepse ai do ketë ligjërinë e vet. Do iki do bëj shkollën për të cilën ai do studioj, do spostohet në një qytet tjetër. Është i lirë ta bëj. Nuk është, i kam thënë ne të dy do jemi bashkë fëmin, e bëm, e deshëm.
Ne kemi detyra kundrejt tij, jo ai ka detyra kundrejt meje edhe kundrejt teje. Gjithmonë me këtë mendim që fëmia duhet rritet i lirë, nuk duhet rritet i shtypur dhe unë e bëra për shembull, siç është një shprehje jona që kam bërë fëmijë dhe janë të detyruar që të na mbajnë ne. Fëmia është për të ardhmen, pra mësohet për të ardhmen e vet, për të qenë i Zoti dhe për të krijuar diçka të vetën. E qartë, më pëlqen që sigurisht fëmia ka jetën e vet, ne i sillim në këtë jetë, i rrisim, ata vazhdojnë të ardhmen, detyra jonë është t'i edukojmë, t'i shkollojmë dhe t'i nxjerrim në jetë, sikurse kanë bërë dhe prindrit tonë dhe pse kohët kanë ndryshuar shumë, brez pas brezi ndryshojnë kohët dhe brezat ndryshojnë. E dashur Anisa, unë të uroj jetë të lumtur me bashortin, me djalin tënd. Por dua të them që këtu në live Modeta, në dritaren time, unë flas me shumë emigrant, jo vetëm në Itali dhe Greqi, që kemi më së shumti emigrant në këto dy vende fqinj, por edhe për të kontinentit në Amerikë. Dhe sinqerisht, sa herë ua bëj pyetjen, siç ta bëra edhe ty, kërkon të rikthehesh në Shqipëri, janë shumë të pakët ata që thonë po, e mendojmë që kur të vemi një moshë të caktuar, pra të jemi në moshën e 3, duam të pleqërohemi në vendin tonë, por për momentin kemi fëmijë, do t'i shkollojmë, do jetojmë këtu. Më vjen keq, por kjo është realiteti. Një pjesë e mirë e emigrantëve, unë kam vetë familjar që jetojnë jashtë, të cilët nuk duan të kthehen më, dhe kjo është realiteti, që ata që ikin e kanë shumë të vështirë të kthehen, sikurse dhe shumë ne që jemi këtu kërkojmë të ikin. E disa keq më vjen për këtë gjë, por s'kemi qa bëjnë, ne nuk e ndryshojmë dot. Ka ardhur në këtë mënyrë që rinia të iki, sidomos rinia e sotshme që po ikën, po largohet për një jetë më të mirë, për arsye se në Shqipëri ka shumë mungesa momentalisht. Ka shumë mungesa dhe shpresoj shumë që me këtë që po bëhet këto kohë të fundit, me të vërtetë të jetë diçka pozitive, edhe jam i sigurt që do jetë diçka fantastike për Shqipërinë. Më beso, nëse më lejohet ta them apo jo, kjo që po ndodh këto ditët e fundit, pra revolucioni, mua më beso nuk kam ndjekur më shumë shqiptarë se që kam ndjekur këto ditët e fundit. Nuk kam qenë më shumë krenare për të gjithë vëllezërit dhe motrat tona, sa që kam qenë këto ditët e fundit. Jam larg, ama me shpirt e me zemër, jam me ata atje, sepse e sigur që kjo do jetë një kthes shumë pozitive për të gjithë Shqipërinë, por edhe për të gjithë emigrantët. Desha të pyesja, e dëgjova këtë vështrimin tënd, mesazhin që dhe në përgjithësi emigrantët, besoj shqiptarët me shqiptarët bëhen me njëri tjetrin. Si e shikojnë këtë protestën që po ndodh në Tiranë, të cilët kërkojnë dorëheqjen e kryeministrit Rama? Atëherë, unë nuk është se këtu kam disa shoqe nga Shqipëria, për së fundi nuk është se jemi takuar, por mendoj se është diçka, janë të gjithë kundër atij në fakt, janë të gjithë për një Shqipëri më të mirë, për një sistem më të mirë, dhe nuk është vetëm çështja që u hap për shembull për Bregdetin ton në Vlorë, për çështjen e Zvërnecit, por ajo e mbushi, pika që mbushi kupën. Pika që mbushi kupën, ishte momenti të zgjoheshim. Por ajo që unë dyshoj është se dhe nëse do të kemi dorëheqjen e kryeministrit Rama, nëse do ndodhi kjo gjë, se nuk e dim, dhe do vi një tjetër parti në pushtet, emigrantët do të kthehen, sido që emigrantët do të kthehen. Unë mendoj diçka që njerëzit sot do jenë më të kujdesshëm se çfarë do vendosin në krye, pra çfarë do zgjidhin për të hyrë në atë krye, për të udhëhequr Shqipërinë, sepse jemi ngopur me gënjeshtrat, jemi ngopur që kemi parë që ka ndodhur. Është gjuna që sot në 2026 të ikësh në spital dhe të paguash për një serum. Të shkosh ta blesh në farmaci dhe të shkoj ta bëj infermieria dhe pa e paguar nga ana tjetër. Xhepit nuk ta bën serumin. Është gjuna. A ndodh kjo në Itali? Jo. Më smur djali para 3 vitesh në Shqipëri, keq fare. E çova në vizitë në Tiranë. Dhe direkt as nuk e kontrolluan, as nuk e pan kështu, i thanë që nuk ka asgjë, ka vetëm viroz të momentit se ka ndruar ambientin. I thashun, për fat që nuk do rria shumë,
por të shkoj një fëmijë i vogël me temperaturë, me të vjella, me diare dhe të thotë që ka vetëm virozë dhe mos të kërkoj të bëj diçka tjetër më tepër, për mua aty që unë e kam gjithmonë, domethënë kur i thoja mami që më mirë të smurem këtu ku jam se sa atje, jo, sepse nuk kam besim tek doktorët shqiptar, por sistemi ka ardhur në këtë mënyrë që është pak i mbytur për mendimin tim. Ky është mendimi im. Në Itali nuk ndodh që të lënë domethënë që ti të shkosh ta blesh serumin në farmaci dhe të shkosh ta bësh në spital. Mund të ketë edhe këtu vonesat e veta, sidomos kur ikën ambulancë të madhe normale, nga këtu janë me kode. Për shembull, kod që ka më pak prioritet dhe kodi që ka më prioritetin, pra që janë urgjencat. Këtu jemi me kode. Kam pasur rastin që vajta në urgjencë para një muaj, para 2 muajve në mos gaboj, që ta them shumë afër, unë vuaj edhe nga migrena. Prap me dhimbje në pjesën e kokës. Vuaj edhe nga migrena, mirë po këtë herë më kapi komplet pra pjesën e syut, nuk shikoja nga njëri sy dhe isha e mpirë në gjysmën e fytyrës dhe Sa vite ke që vuan nga migrena? Në 2020. E njoh mirë këtë sëmundje. Që në 2020 dhe këtë herë u friksova me të vërtet shumë dhe vajta në ambulancë të madhe, pastaj aty normale nuk më bën të rikthehesha në shtëpi, pa më bërë të gjitha kontrollet, pa bërë resonancën e të gjitha, pra trombe nga dhimbjet e mëdha që pate. Për fat që s'kisha asgjë nga syu, pastaj bëra kontrollet e tjera të kokës, për fat të mirë vajti gjithçka mirë, nuk kisha diçka tjetër. Falë Zotit. E dashur Anisa, e shikoj që je dhe shumë aktive në Instagram, në rrjetet sociale, bën video, përcjell mesazhe. Unë i dua shumë njerëzit. Unë konsumoj shumë orë në rrjetet sociale sepse informohem, sigurisht nga do puna të konsumoj orë në rrjetet sociale. Dhe sinqerisht i dua njerëzit të cilët bëjnë video, ndajnë një eksperiencë që kanë të vetën, japin një mesazh, japin një këshill. I dua këta njerëz, pra këta njerëz që dita shfrytëzojnë rrjetin social për mirë, i dua dhe i dua trokas dhe jo të kundrën kur shikojmë ndonjëherë video gjëra që unë vetëm i heq sepse janë lemeri. Si është ai komuniteti jot aty virtual me ato këshilla që jep? Se shikoja jepi këshilla kush e ka kolesterolin e lartë, çfarë ushqimesh duhet të haj, gjëra praktike shumë të mira. A di çfarë kujtove? Më kujtove, unë kam nisur para 3 vitesh që unë kam qenë një person shumë i urt, le të themi, kisha turp të flisja, kisha shumë frikë se çfarë do mendonte tjetri për mua në momentin që do flisja, madje edhe në ambientin familjar, jo vetëm në publik, dhe ka qenë një sfidë për mua. Si e ke hequr të kompleks, le të themi? Unë që në momentin që jam regjistruar në punën online, unë direkt kam filluar duke bërë video me zë. I kam thënë vetes time, nëse nuk del sot, nëse ti nuk e bën, nuk do e bësh kurrë. Dhe më beso që kur bëja video, më dilte djesht të ftofta. Bëja shumë video, se nuk më pëlqente mënyra e të folurit. Unë jam një person që nuk më ka pëlqyer kurrë zëri im. Nuk më ka pëlqyer kurrë mënyra se si unë flisja. Por ja që duke bërë video çdo ditë, duke qenë prezente çdo ditë në rrjetet sociale, e kalova këtë frikën, e kalova këtë kompleksin tim, sepse nëse nuk e bën, nëse nuk e merr hapi, nuk do e kalosh kurrë kompleksin. Pra nuk do e hedhësh kurrë prapa krave këtë frikë. Kam një komunitet me të vërtetë shumë të mirë, të lidhur me nëna, migranë në mbar Europën. Mua më shëmbyllur një account, e kisha një account me shumë ndjekës, me 13.000 ndjekës. Instagrami këto kohë të fundit po mbyll shumë accounte për fat të keq, madje edhe ky që kam hapur tani, që ka vetëm 1 muaj e gjysmë që ja kam hapur, është drejt mbylljes, nuk ka bllokuar çdo mesazh, nuk komunikoj dot as me klientët, as me vajzat për punën. Por që s'kemi që të bëjmë dhe ne nuk dorëzohemi këtu, ne do ecim. Pra unë nis një rrjet social prap nga zero, sepse unë kam eksperiencën. Nuk ka si në fillim. Unë flas, domethënë në mënyrën time. Jemi këtu live, çfarë biznesi ke? Ndoshta
vlen? Patjetër, pse jo? Nëse mund të ta them atëherë, unë bashkëpunoj me një kompani italiane që merre me reklamimin, unë jam konsulente suplementeve bimore, por jo vetëm, pra me network marketing. Pra unë punoj në network marketing që 3 vite, mund të ta them emrin e kompanisë? Patjetër, mund ta japësh, nuk kam fare problem. Unë punoj me Snap, pra që 3 vite, jam një ndër vajzat e para që jam regjistruar nga Shqipëria me këtë kompani, edhe e them diçka që mua kjo punë, që unë në fillim i dija mashtrime, sinqerisht, për zotin po flas pa dorashka, e dija mashtrim, nuk isha besim të këto punët online. Të gjithë jemi mashtruar nga blerjet online dhe normal të shkon mendje që mund të jetë mashtrim, por mund të na i shpjegosh çfarë është kjo kompani dhe çfarë produkte shet dhe si u bëre ti le të themi punonjësja, besoj je më e mira, shqiptarët kudo shkëlqejnë. Faleminderit. Atëherë, jam regjistruar thjesht sepse ishte regjistrimi falas dhe e jepte këtë mundësi pune një vajzë tjetër shqiptare. Kisha pyetur më përpara për kompani të tjera, por nuk doja të investoja. Më beso, ti jesh në shtëpi dhe të punoj vetëm një person në shtëpi dhe ishin veti 5 asaj kohe. Është vështirë me një rrogë dhe të investosh me diçka që nuk ke besim. U regjistrova se ishte pa investim, pra nuk duhet paguaja asgjë. Kam qenë një mosbesuese e produkteve online, ta them, s'kam pasur besim kur. Thoja që nuk funksionojnë. Kam qenë kundër suplementeve, por do ti që puna ime ka të bëjë me suplementet dhe nëse unë nuk i përdor suplementet vet, çfarë besimi të jap ty unë, çfarë mesazh të jap ty unë, pra çfarë benefiti të pash. I kam provuar produktet, përveç se kam parë benefitet tek vetja ime, madje edhe me këtë rrugtimin tim, nga kjo ana e sëmundjes, nga migrena, më kanë ndihmuar shumë suplementet, i ndjek në mënyrë konstante, por këto kohë të fundit i kam filluar akoma më shumë konstancë për të përdorur. Çfarë suplementesh janë konkretisht që të na i shpjegosh? Janë suplemente bimore, pra me kam për që të ndihmojnë me humbjen e peshës, por jo vetëm, por me energjinë, me gjumin, janë një ndihmë për trupin tonë. Janë një sër suplementesh. Ne nuk konsumojmë të gjitha vlerat nutritive që na duhen gjatë ditës. Është qartë. Sot kemi shumë ushqime të konservuara, kemi shumë ushqime me sheqer, por nuk kemi kohë. Nuk kemi kohë që të gatuajmë në mënyrë të shëndetshme. Ose ikim nga shtëpia në mëngjes e kthehemi në darkë, punojmë gjithë ditën dhe gjëja më e shpejtë që konsumojmë në punë mund të jetë një fast food apo diçka e shpejtë. E vërtet, si të gjithë. Gjë që kjo ndikon tek ne, sepse ndikon tek shëndeti, ndikon tek metabolizmi, ndikon pastaj tek fryrja, duke ngrënë çdo ditë ushqime të procesuara, ushqime me shumë yndyrë, ushqime me shumë sheqer, dhe pastaj themi, po si ka mundësi që unë ndryshova, po si ka mundësi që unë nuk jam personi që kam qenë më përpara. Dhe këtë ta thot Anisa, kam qenë një person që para 2 vitesh peshoja vetëm 50 kg. Por, nga ndryshimi i hormoneve, siç e thash që ka filluar akoma më shumë endometrioza, ndryshimi hormonal, stresi. Unë deri dje stresin e kisha që nuk haja asgjë, rria ditë pa bukë. Sot unë stresin e kam që dua të ha çdo gjë që më del përpara, vetëm të ha. Dhe metabolizmi ndryshon, edhe këtë gjë e flas te klientët e mia, e tregoj rezultatin tim, tregoj pra atë çka unë përdor dhe atë çfarë mua më ka bërë mirë për të ndihmuar sa më shumë, dhe më beso, në 3 vite kam një rrjet me klientët, më shumë se 700 kliente që janë të kënaqura, por nuk kam thjesht kliente për humbjen e peshës, e kam pasur edhe për problematika të tjera, rënjen e flokut, probleme me akne, se këto janë një ndihmë. Për shembull, unë një krem për fytyrën nuk i kita blej më në një dyqan tjetër. E blej tek dyqani im, e marr dhe me ulje çmimi, por e di që është një produkt bimor i prodhuar këtu në Itali, i studiuar. Dhe unë po mendoja pse Anisa jep kaq këshilla me vlerë në Instagram. Ti punon ke në një fushë që e merr aty komplet Po pikërisht, pra unë punoj në këtë fushë, kam studiuar, kam ndjekur trajnime të ndryshme. Madje edhe sot e kësaj dite unë në çdo trajnim që ndiqet, që edhe në rrjetet sociale shoh një nutricioniste që jep një trajnim falas apo jep një mënyrë të punosh, jam direkt aty e para që futem dhe e ndjek për të qenë sa më shumë pranë klientëve të mia. Por jo vetëm nutricionist, po të ndryshëm. Edhe në këto coach që janë për rrjetet sociale, për content, jam e para aty që i ndjek për të ndihmuar sa më shumë persona, sepse jemi në këtë jetë, jemi vetëm kalimtar.
jemi vetëm kalimtar dhe nëse ne nuk transmetojmë pozitivitetin, nuk transmetojmë diçka me vlerë, është e kotë. Është e kohë që të rrim në atë rrjet social. Më beso, kur jam futur në fillim, sidomos në TikTok, kam pasur shumë problem komentet negative. Unë duke qenë një person i urtë, një person që kur se kam shtar një person tjetër, kur se kam ofenduar një person tjetër, i merja shumë personale komentet negative. Sot them me veten time, sa budallaqe pas ke qenë Anis. Mua sot komentet negative janë për të më ngritur humorin gjatë ditës, momentin që jam keq, them futem pak në TikTok se çfarë më kanë shkruar sot. Pra nuk e kam problem. Ne në televizion anti-reklamën e quajmë reklamën më të mirë. Dikush që kërkon të bëj një anti-reklam, pra të shkruaj keq për punën tënde, për mua si gazetare, pra ne që punojmë në media, është reklama më e mirë, kështu që kështu mere. E dashur Anis, unë sinqerisht të falenderoj që të pata sot këtu në këtë live, fole për eksperiencën tënde, na fole së fundmi dhe për punën, ishte një kënaqësi shumë e madhe, të uroj jetë, shëndet, dhe faleminderit që u bëre pjesë e dritares time dhe të përshëndes nga Tirana, e dashur. Faleminderit Deta që ma dhe këtë mundësi, dua të them edhe diçka tjetër, dua t'i them të gjitha vajzave që kanë probleme, që dyshojnë për probleme me endometriozën, që ti nuk je vetëm. Ti nuk je vetëm, shko dhe përfundo atë diagnostikim, çoje deri në fund. Ndiq veten tënde, pra ndiq shpirtin tënd, atë që të thotë shpirti jot për brenda. Por më besoj që atje jashtë ka shumë si puna jote, që kanë të njëjtat problematika dhe doja dalin, sepse për fat të mirë jetojmë në një moment që shkenca po ecën përpara, e sigurt që do dali diçka edhe për ne, për të ndjerë më mirë. Ajo që ju jap këshill është që të bëni kujdes me ushqimin, konsumoni sa më shumë shëndetshëm, ndihmojeni trupin tuaj, bëni sadopak aktivitet fizik gjatë ditës. Sikur dhe 30 minuta eci nuk e keni idenë sa ju ndihmon, pak ushtrime për pjesën e legenit, pjesën e zonës pelvike, sepse ju ndihmon me të vërtet shumë. Mbajeni trupin tuaj të hidratuar, konsumoni ushqime me yndyrë natyrale, siç është peshku, sardelet, pra që përmbajnë omega 3 sepse na ndihmojnë me të vërtet shumë. Mos përdorni shumë ushqime të konservuara, ushqime me shumë sheqer, sepse ndikojnë, sa do pak ndikojnë tek sheqeri është helën për trupin. Është e vërtetë. Në fakt ndikojnë tek çdo gjë ajo në ushqime të konservuara, por gjithçka. Mundohuni pra të krijoni një rutinë të shëndetshme. E di që është e vështirë, ju a thot një person që ja ka pasur shumë vështirë në fillim, edhe pse un kam më shumë se 5 vite që ushqem në mënyrë të shëndetshme, mbaj një regjim ushqimor të shëndetshëm. Ëmbëlsirat i konsumoj me të vërtet shumë pak, madje në momentin që më vete mendja për një ëmbëlsirë, ajo që unë vete dhe marr është një karrot, është një mollë, është një kastravec, dhe them që Anis, është vetëm truri që po të thotë të hash, nuk është se kemi të vërtet nevojë për sheqer më shumë në trup. E the shumë bukur. Faleminderit, të përqafoj dhe të puth nga Tirana. Mirupafshim. Faleminderit. Mirë të dashur miq, kemi ardhur në fund edhe për këtë live. Unë ju falenderoj që ndurat me mua deri në fund të kësaj video. Nëse dhe ju keni një histori për të denoncuar dhe kërkoni që të jeni pjesë këtu në live me Odetën, mos hezitoni të më shkruani në numrin tim të telefonit 069 99 55 698 që ndodhet poshtë ekranit tuaj. Por ju mund të më dërgoni mesazhe edhe në rrjetet e mia sociale, në Instagram dhe në Facebook me emrin Odeta Dume Mandro dhe këto janë faqet e mia zyrtare. Ndërsa këtu lart tek fotoja ime mund të klikoni dhe të abonoheni të bëheni pjesë e kanalit tim zyrtar në YouTube, ku çdo paradite live ora 10 jam me këto histori njerëzore. Faleminderit që më ndiqni, faleminderit që më mbështesni. Takohemi nesër, mirupafshim.